Përshëndetje miq të Business Magazine, jemi këtu në eventin Matchmaker të organizuar nga Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve AIDA. Një event më i madh i biznesit, duhet të theksoj, me mbi 500 investitorë të huaj, 200 investitorë shqiptarë dhe shumë kompani të tjera made in Albania të vogla dhe të mesme. Unë jam këtu me zonjën Anila Dena, e cila është edhe ministre e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Zonja ministre, është kënaqësi që t'ju kemi sot në këtë intervistë. Juve jeni edhe një ndër ministritë organizatore të këtij eventi kaq të madh. E theksova dhe pak më përpara, një event me mbi 500 investitorë të huaj, 200 shqiptarë dhe shumë kompani të tjera. A ishte sfiduese dhe ndoshta cila ka qenë pjesa më sfiduese e organizimit të një eventi kaq të madh me kaq shumë aktorë? Së faleminderit që më bët pjesë këtij promovimi edhe nëpërmjet magazinës suaj, revistës suaj. Eventet të kësaj natyre vërtet janë një angazhim, por ne kemi prej kohësh ngritur struktura edhe në ministri dhe në Ministrinë e Ekonomisë dhe të Inovacionit nëpërmjet AIDës, sepse ne kemi vite që marrim pjesë së bashku në shumë panajire. Dhe kështu që kemi një koordinim perfekt mes ekipeve. Ajo që vlen përmendim është pjesëmarrja e bizneseve. Fakti që kaq shumë biznese vinë në një panajir dhe në një aktivitet matchmaking apo të bërit biznes së bashku, tregon që ka interes për zgjeruar bizneset e ndërsjellta. Dhe ky është në fakt suksesi ynë. Suksesi i një promovimi të biznesit shqiptar që ka çfarë të japi dhe çfarë të marrë. Dhe besoj që në këto aktivitete, të cilat zgjerojnë edhe imazhin e Shqipërisë, kudo në rajone në botë, produktet shqiptare flasin vetë. Zonja ministre, përveç pjesës së turizmit, cila mendoni se është një industri tjetër që ndoshta po i mungon ajo dalja në duke ose rëndësia? Në fakt janë dy industri të cilat duhet të fuqizohen më shumë. Së pari është agropërpunimi, pasi ne kemi shumë produkte që i eksportojmë si lëndë parë, produkte cilësisht të prodhuara në shumë toka të mbjella tashmë, në Sera dhe në gjithë Shqipërinë, por jo gjithmonë përpunohen. Kështu që përpunimi i produkteve shqiptare që rrit vlerë ka nevojë të ridimensionohet. Dhe agroindustria apo industria agropërpunuese është dhe duhet të jetë më shumë në fokus edhe të sipërmarrjes dhe të politikave. Si dhe agroturizmi. Pasi agroturizmi është një aktivizim i shumë familjeve brenda një territori rural malor që punson të rinj dhe gra, por mbi të gjitha rivitalizon jetën në zonat malore, kështu që edhe objektivi i Shqipërisë 2030 për 1000 agroturizma dhe krijimi i më shumë potencialeve në agropërpunim, që duhet thënë ka ende sfidën e saj, por ka një rezultat të 5 viteve të fundit shumë premtues. Ne vim me të paktën 1000 investime në shumë fusha, në ndërtim serash, stallash, por edhe 400 pika grumbullimi dhe përpunimi, të cilat në fakt kanë bërë që të arrihet më shumë se gjysmë milion euro eksporte, sot që flasim, po kemi 1 miliard euro eksporte në 2030. Prandaj, me paketat e financimit të granteve, me fokus në agropërpunim, agroturizëm dhe të gjithë zinxhirin e prodhimit, besom që do kemi jo 500, po 2 fishin e aktorëve në panajirin apo në matchmakerin e Shqipërisë 2030. Pyetja e fundit që dua t'ju bëj, zonja ministre, pse mendoni se aktivitete, evente apo evente të kësaj kategorie është e rëndësishme të ndodhin dhe a duhet të ndodhin, duhet jenë këto evente periodike, pse jo me më shumë se një herë në vit? Ne i kemi periodike dhe këtu ka shumë biznese që unë i takoj në mënyrë periodike në panajire. E rëndësishme është që biznesi të kuptojë nevojën e panajirit, pasi Ministria e Bujqësisë ka të paktën 10 deri në 12 panajire lokale dhe të paktën 7 ndërkombëtare që i mbështet financiarisht pjesëmarrjen në këto aktivitete. Shpesh këto panajire sjellin një raport të ndërsjellët për të lidhur kontrata, por ne duhet fuqizojmë panajiret në Shqipëri për të bërë sipërmarrësit të kapin vlerën e këtij raporti mes biznesit shqiptar, por dhe biznesit huaj. Unë takova shumë nga rajoni, nga Maqedonia e Veriut, nga Kosova, dhe ne mendojmë që jemi një treg më i gjerë se sa Shqipëria, kështu që
Po, duhet i përsërisi më shpesh dhe besoj që AIDA është një motor dhe energji e pashteshme për këto evente. Zonja Ministri, unë ju falenderoj shumë. Edhe unë juve, edhe punë të mbarë. Shumë në programin e 2030 si që përmendët dhe ju të kemi më shumë se ato. Të kemi më shumë se dy fishimi. Po, punë të mbarë dhe ju.